Përshëndetje miq. Janë katër të vërteta të jetës, të cilat ballafaqohen me to çdo ditë. Dhe nuk duam t'i kuptojmë. I injorojmë. Bëhem të verbërm, bëhem të pakuptueshëm përballë tyre. Kjo ndodh sepse është më lehtë të mos i kuptojmë. Është më lehtë të jetojmë në jetën e përditshme dhe të mos thellohemi në kuptimin e tyre. Por, që jeta të jetë ma e kuptim plot, që jeta të jetë ma patësore për juve, ma e begat në gjitha aspektet, ne duhet të ballafaqohemi me të vërtetat edhe kur nuk na pëlqejnë. Të ndërtohet një personalitet i qëndrueshëm, një karakter i fortë, i një individi, duhet ballafaqohet me paknatësitë. Duhet të ballafaqohet me problemet mëdha të jetës dhe me problemet vogla të përditshme. Pra, janë katër vërteta të hidhura që ne do të diskutojmë sot tu, dhe besoj përmes diskutimit jeta jonë do bëhet më e lehtë. Shpresoj që dhe juve t'ju ndihmoj dhe t'ju lehtësoj në përditshmërinë e juve. E vërteta e parë është sepse askush nuk e din se çfarë është jeta. Çka është kuptimi i saj? Çka është misioni i saj? Si erdhëm në këtë botë? Si erdhën gjithë njerëzit tjerë? Si jetojmë? Çfarë ndodh? Kjo është një vërtetë e mistershme. Çdo person i mençur gjatë historisë njerëzore ka jep ide, ka jep teori, por cila është e vërteta, askush s'e ka thonë. Pra, ne duhet ballafaqohemi çdo herë që jeta është një dhuratë. Është dhurata më e madhe që ka mujt jeta t'ia dhurojë një personi qenur i gjallë, dhe duhet ta gëzojmë me të mirat, me të këqijat, me ngritjet dhe uljet, me problemet e saj, me dëshpërimin e saj. Pra, edhe që nuk e kuptojmë tërësinë e saj, është një dhuratë. Është dhurata më e mira që mund ta posedojë një njeri. Nuk ka diçka më me vlerë se sa jeta. Dhe vetë kuptimi i saj që është dhurata më e mirë një person që është gjallë, duhet t'i gëzohet asaj. Të mos bie prej e negativitetit që e rrethon, i problemeve që i ka, që të shaj jetën e vet, të nem jetën e vet. E dyta e vërtetë është se asgjë nuk është e sigurt. Pra, çdo gjë që ka ekzistuar, edhe ekziston tani, për një kohë të caktuar do të zhduket. Dhe nuk do të jetë më. Do zhduket. Si ka ardhur në jetë, ashtu do shkoj nga kjo. Pra, iluzioni i sigurisë është një iluzion që na shitet. Na shitet nga mediumet, na shitet nga shoqëria, na propagandohet që ne të blejmë sigurinë. Atë moment kur lirohem nga ndjenja të vlerit siguri, personi dëshirohet nga shumë komplekse, besoj edhe nga shumë smuje. Siguria nuk ekziston. Është siguria mentale ajo, që ne e blejmë, e paguajmë, apo luftojmë asaj për të arritur. Nëse liroheni edhe nga kjo, shumë probleme në jetën tënde do t'i largoni, apo do ta thjeshtësoni mënyrën e të jetuarit tënde. Çdo gjë që e kuptojmë ne, do të zhduket. Pra, e para është që jeta askush nuk e di çfarë është. E dyta është siguria nuk ekziston. E treta është që çdo gjë do të zhduket. Ndërsa pika e katër është pak do brëngoset dikush për ju se a jetu të jetën tënde të plot. Pra,
realiteti i hidhen është që në momentin kur ju plakeni, unë plakem, dhe arrim momentin që të largohem nga kjo botë, shumë pak do brëngoset dikush se a je ti ai personi që jetove jetën në mënyrën tënde si deshte, apo rave pre e normal, e predikimeve tjereve, që si të jetojsh, si të sjellësh, si të mendojsh dhe çka të bësh. Pra, i dëgjove të tjerët, apo nuk i dëgjove, pra paskush nuk brëngoset. Kjo është e katërta hidhur personale që çdo person ballafaqohet. Pra në dy mënyra të jetumnit. Njëra mënyrë është se si thënë të tjerët. Ti dëgjojsh ata, ti merresh udhëzimet e tyre me kujdes, dhe të veprojsh në atë mënyrë. Dhe mënyra tjetër është që ti të përcaktojsh se si të veprosh. Ti përcaktojsh normat tua, standardet tua, ëndrat tua, planet tua që t'ju përmbahesh. Kjo është pika 4 që çdo person duhet në vetveten e vet të bëjë ulëmtim se kush është brenda tina që udhëheq edhe i merr vendimet. Kur lirohet nga ky problem, se kush ti merr vendimet në veten tuaj, cilin ndikim kultural të ndikojnë të ti, jeta juaj do ndryshoj, jeta juaj do begatohet. Dhe ti do t'jesh një person shumë më i lehtësuar edhe më me pak komplekse se sa kur një person i dëgjon të tjerët. Pra, në shtegun e jetës, duhet ballafaqohemi me këtu katër vërtetat hidhura, ti kuptojmë, ti te i kalojmë, që të jetojmë një jetë më të plotësuar, më të begat, në të gjitha aspektet. Dhe në momentin kur vje koha që të mos qesh më në këtë jetë, nuk do ta drejtosh gishtin të ai apo të ky, jo kom bë, jo se kom bë. Por ti vendos për terma tu dhe mënyrën të jetumit.